Njëra ndër problematikat kryesore të komunës dhe kemi bë plan konkret. Komuna juaj nuk ka fabrikë për përpunimin e mbeturinave, a mendon që ka nevojë edhe çysh do ta bësh menaxhimin e mbeturinave ndikohë? Problematikat e mbeturinave ose ndoqjes së ambientit është njëra ndër problematikat kryesore të komunës. Aty pranë në hyrjet prej anës së Shkupit për hyrjet të fshatrave të komunës së Likovës, konkretisht në fshatin Nikushtak ka ekzistu deri para disa kohësh një deponi jashtëzakonisht e madhe e cila e ka ndot ambientin për rreth edhe të gjithë komunën, po ka pas implikacione edhe në komunën e Haraçinës. Fatmirësisht me ndërhyrjen e Ministrisë së Ekologjisë ajo deponi është mbyllur. Mirë po në kuadër të komunës sonë ekzistojnë edhe disa pika ku hudhen mbeturinat vende pa vend dhe nuk janë menaxhuar. Ne shumicën prej tyre e kemi vizitu dhe kemi bë plan konkret normalisht që pas marrjes së mandatit të ndërhyjmë menjëherë me masa të ndryshme që ato t'i vejmë, t'i izolojmë, t'i vejmë në menaxhim dhe ta zgjidhim një herë për gjithmonë. Sa i takon ndonjë fabrikës për riciklim ose përpunimin e mbeturinave, ajo është në plan. Një fabrikë e tillë vetëm është në proces të ndërtimit dhe pritet të mbarojë në pranverën e vitit të ardhshëm, është deponi regionale në komunën e Sveti Nikolës, ku ne jemi pjesëmarrës si komunë edhe ne pastaj marrim obligim ligjor që t'i dërgojmë mbeturinat atje.